Kuptimi i ëndrave. Disa ëndra janë nga mendimet e njeriut dhe të dukurive mbështetëse. Madje shumica e ëndrave të njerëzve janë vetëm dukuri të bindjeve të tyre të praktikuara apo edhe të papraktikuara. Ëndrat janë 3 llojesh. Ëndra të vërteta prej Allahut të Madhëruar, ëndra prej shejtanit dhe ëndra nga mendimet e njeriut. Ëndrat e vërteta ndahen në disa nënloje. Ata mund të jenë frymëzim, të cilin Allahu i Madhëruar e hedh në zemrën e robit, që përbën të folurit e Zotit me robin e tij në ëndër, sikur se than Ubade ibn Samiti dhe të tjerët. Ato mund të jenë nga melekat e caktuar për këtë punë. Gjithashtu mund të jenë takim ndërmjet shpirtit e atij që është në gjumë me shpirtrat e të vdekurve të familjes, të parefisit, të shokëve të tij, apo të dikujt tjetër, sikur se përmendëm deri tani. Ndodh edhe hyrja e shpirtit të tij në xhenet, edhe shikimi i tij e të tjerë. Takimi i shpirtrave të gjallëve me shpirtrat e të vdekurve është një nënllojë i ëndrave të sakta, të cilat e njerëzit janë një lloj gjërave të ndjeshme. Në këtë çështje, njerëzit nuk u pajtuan, e disa thanë, të gjitha diturit janë të fshehura në shpirt, kurse angazhimi pas botës së prekshme, konkrete, e mbulon dhe e fsheh vështrimin e tyre. Kur shpirti qetësohet në gjumë dhe zhvishet nga brengat e angazhimit me botën shqisore, i sheh ato sipas përgatitjes së tij. E pasi që zhveshja e tij nga bota shqisore në rastin e vdekjes është më e plot, atëherë edhe diturit dhe njohjet e tij atje janë më të plota. Në këtë ka të vërtet dhe të pavërtet. Pra nuk mund të refuzohet tërësisht, por edhe nuk mund të pranohet tërësisht, sepse zhveshja ja mundson shpirtit të vështrimin e diturive dhe të njohjeve, të cilat nuk mund të arrihen përveç me zhveshje nga angazhimi me botën shqisore. Mirë po sikur ai të zhvishej tërësisht, nuk do të mund të vështronte diturinë e Allahut me të cilën e solli të dërguarin e tij. Detajet të cilat i tregoi për të dërguarin e tij dhe për popujt e kaluar, detajet e botës së ardhme dhe të shenjave të kiametit, detajet e urdhrave dhe të ndalesave, të emrave dhe të cilësive dhe të tjerave, të cilat nuk mund të dihen përveç me shpallje, por megjithatë, zhveshja e shpirtit i ndihmon t'i kuptojë ato dhe i hedh nga burimi i tij më lehtë, më afër dhe më shumë se sa që i ndodh shpirtit të zhytur në preokupimet e trupit dhe botës së shqisave. Dikush tjetër thotë, këto ëndra janë dituri, të cilët Allahu i Madhëruar i ka lidhur në shpirt që nga fillimi dhe pa shkak. Kjo është thënie e refuzuesve të shkaqeve dhe të urtësive të Allahut fuqishëm, e cila është në kundërshtim me sheriatin, mendjen dhe natyrshmërinë. Dikush tjetër thotë, ëndrat janë shembuj, të cilët Allahu ja paraqet robit sipas përgatitjes së tij, të përpiluara në dorën e melekut të ëndrës, kështu që ndonjëherë shfaqet si një shembull i paraqitur dhe ndonjëherë ashtu si e ka parë ndërruesi, dhe kështu përputhet me realitetin ashtu si dituria me të diturën. Kjo thënie mund të jetë më afër se sa ato dy të tjerat përpara saj, edhe pse ëndrat nuk janë të kufizuara në të, por mund të ketë edhe shkaqe të tjera, sikurse u tha më herët, në takimin e shpirtrave dhe bashkëinformimin e tyre, në pëshpëritjen e melekut në zemër dhe në shikimin e çështjeve nga shpirti, drejt për drejt, pa ndërmjetësim.